Alban Hoxha, djali i madh i trajnerit të Kombëtarës dhe trajnerit të Vllaznisë, ish kampionit Bardel Hoxha, një ditë lidhur keqardhje për largimin nga jeta e babait tuaj. Do kërkoj me shumë respekt në banesën e fundit. Edhe unë nuk e pritja për respektin që ju rezervu babës tem me largimin nga jeta e tij. Ju falenderoj shumë televizionin tuaj, bashkinë e qytetit, edhe të gjithë shoqënisë, sportistëve që ka stërvit gjithmonë. Unë i kujtoj çdo gjë që se kam qenë fëmijë, gjithmonë më merrte me vete në çdo spartakiadë, në çdo kampionat kombëtar, në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Edhe do ta kujtoj me mall gjithmonë sepse me të vërtet ka dhënë shpirtin për atë sport. Por jeta i ka këto gjëra, edhe ju falenderoj shumë nga zemra. Alban, teksa komunikoj me ju, me rikthen në vëmendje portretin e babait tuaj, jeni fotokopje e tij, edhe dori vaj juaj është i ngjashëm shumë me të, por ju jeni fotokopje e Bardel Hoxhës. Ma kanë thënë shumë vetë, po si thënë asaj fjalës bëj baba të ngjaj. Ju jam shumë falenderues për intervistën sepse keqardhje për humjen e babait tuaj dhe do ta kujtojmë me shumë respekt në karrierën e tij sportive. Shpresoj shumë faleminderit nga juve.